Flasim tani për zhvillimet më të fundit në Kosovë, ku edhe seanca e 4 për konstituimin e kuvendit ka dështuar. Zhvillimet atje i ndjek gazetarja Blerta Dalloshi Berisha, të cilën e kam në komunikim të drejt për drejt. Blerta, përse nuk u arrit sërish konstituimi i kuvendit të Kosovës? Përshëndetje Anjola, po vetëvendosje sërish ka dështuar të sigurojë numrat për zgjedhjen e kryetarës së parlamentit. Në këtë rast është propozuar Albulena Haxhiu para se të hidhet në votim. Fjalën e mori deputeti i vetëvendosjes Glau Konjufsa, i cili kërkoi marrëveshje politike pasi sipas tyre është e pamundur që të zgjedhet kryetaria e parlamentit pasi nuk ka numrat. Ka kërkuar marrëveshje politike edhe për zgjedhjen e nën kryetarëve. Kryesuesi ka ndërprer punimet për të vazhduar seanca pas 2 ditësh në orën 10, do të thotë të mërkurën. Blerta, si vion tashmë procedura, do të ketë një kandidaturë të re për kryetar e kuvendit? Mbetet të shihet nëse konsultohen brenda këtyre 2 ditësh partitë politike dhe nëse do të ketë ndonjë emër të ri, por ai që dihet është që emri Albulena Haxhiut nuk do të votohet, kështu se paku kanë thënë deputetët e opozitës, madje ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, edhe më herët kanë thënë edhe 2 emra të tyre që kanë propozuar nga vetëvendosje, qoftë Shqipe Selimi, bashkëshortja e Recep Selimit, apo edhe Saranda Bogujevci. Blerta, të falenderoj për raportimin dhe informacionet që solle drejt për drejt nga Prishtina.